Për arsye se... Ka me fitu opozito? Ka me fitu në aspektin që do të ndrohet edhe data e zgjedhjeve. Në qoftë se na shkojmë as 4 viteve, ne mundemi me prognozu që nuk do të humbet, për arsye se kjo ja ka bën qaq një favor të madh në fund zotit Kurti me datën 28 dhjetor që zgjedhjet pas 4 viteve të mbahen pothuajse në të njëjtën kohë. Në të njëjtën kohë i kemi përsëri argëimtarët këto. Domethënë një lidh shumë gjana. Informoj zënja e Jupi. 19 prilli është java e gjatë e pashkve, pushimeve të pashkve në Mërgat. S'ka lidhje, nuk mundesh me krahasue pashkët. Ajo periudhë e prillit është një prej sezoneve kur, sidomos viteve të fundit, bashkëdhetarët dinë shumë. Jo, Arben, nëse pak i ndjekim statistikat, po vjen keq me demantu që mërgjimtarët vinë kryesisht verës, atëherë kemi plot këtu, edhe dimrit, kur është viti i ri, po në pashk, domethënë kemi një relativizoj pak se nuk vinë edhe aq shumë. Kështu që unë mendoj që i ka ndodhur disa gjana gjatë kësaj periudhe të cilat i kanë largu këta dy në mesveti. Zoja Osmani është një zoj. Pra sipas jush nuk do ta kandidoj zoti Kurti zonin Osmani. Nuk do ta kandidoj. Edhe me të vërtet prej ditës para 3-4 netëve që ishim këtu, u sillshë situata pak më ndryshe. Me të vërtet prej orës në orë po ndryshon situata. Për arsye se sapo mendon që kanë mri një farë konsensusi, dikend, u fol, edhe çka po vjen shumë keq çdo herë, sa herë po është zgjedhja e presidentit, po përmendet familja Jashari, po përmendet Bekim Jashari. Kalaja e temë, nuk është më temë. Faleminderit shumë për këtë hapje të parë. Kesh përdorin emrin e ty në çdo